Të nderuar shikues, u rikthyem në pjesën e dytë të pasdites me personalitetin në studio dhe temën për cilën sot do të flasim dhe do të diskutojmë. Në fakt do flasim sot me një tjetër personalitet, ai vjen nga Londra, pra shqiptar sigurisht, dhe këtë intervistë do ta zhvillojmë në gjuhën shqipe. Vjen me risi të reja, me veçanti në karrierën e tij, vjen me librin e tij të fundit dhe njëkohësisht me të do të flasim edhe për leadershipin, për sjelljen dhe më tepër detaje do të flasim në këtë intervistë me Toni Selimin, të cilin kemi kënaqësinë që ta kemi në studio. Përshëndetje, mirë se na erdhe Toni. Përshëndetje dhe mirë se ju gjeta. Faleminderit shumë që gjithmonë kur je në vendlindje na nderon me praninë tënde. Të dëshirojmë shumë suksese në karrierën tënde dhe tani vjen me disa risi të reja nga emisioni i kaluar. Faleminderit që ke pranuar ftesën. Faleminderit. Atëherë vin me librin tënd të radhës, i cili është Climb Greater Heights, që do të na flasësh më shumë se çfarë të ka inspiruar dhe frymëzuar për ta sjell këtë libër që është një ndër librat që konsiderohet se vjen si një nga librat më me ndikim në biznes, në leadership dhe në sipërmarrje globale. Statistikat botërore më treguan një gjë që është tepër e frikshme. Do të thënë, biznesat sipërmarrësit që fillojnë biznesa, 90% të këtyre në 10 vitet e para dështojnë. Dhe ajo është një cifër tepër e madhe dhe gjithashtu 70% të sipërmarrësve ata vuajnë prej djegjes, prej stresit dhe gjëra që vinë kur ti fillon ose e ke një biznes dhe dëshiron të ngrish biznesin, edhe finansat, por gjithashtu edhe punëtorin, po edhe misionin e biznesit. Dhe në rrugën time, kur dola nga bota e teknologjisë dhe fillova të jem vetë sipërmarrës, duheshte të kaloj shumë friga, duheshte të mësoj shumë shpejti të dali prej një rroge, domethënë në fund të muajit ti merr një rrogë, të mentaliteti të krijosh rrogën tënde, por gjithashtu të dish se si bota e biznesit funksionon. Jo, se mendimi i një njeriu profesional është shumë ndryshme se mendja dhe dienia e njeriu që është sipërmarrës. Dhe dushta të filloj se si e kryva atë sukses sefte në biznesin tem dhe e rrita biznesin në shkallë botërore, por gjithashtu me qindra klienta që va ngrita biznesin në 7 cifra, 8 cifra, 9 cifra. Dhe gjatë kësaj 10 vjet periudhe, çdo klient më thuashin këta hapa që na mëson që 10 vjet që na kanë krijuar aq rezultate të mëdha, pse nuk e vendon në libër. Dhe fillova të jap veç mendime, fillova të shkruaj mendimet e mia se cilat janë gjëja që përshpejtoj biznesin klientëve të mi më të mëdha. Dhe këto u bën në 12 hapa të qarta që kur fillova të shohë të çdo klient pash rezultatin. Dhe një gjë që e shohi domethënë si problem të biznesit, kur njeriu më vin në konsult dhe thotë se biznesi im ka shmangu ose ka mbri limitin. Për mua është domethënë limiti i liderit të biznesit. Domethënë biznesi mund të ngrihet aq tepër sa lideri investon në vete të ngrihet në nivel. Dhe domethënë kjo 12 hapa për ngritjen dhe shpejtësimit e autoritetit, të kredibilitetit, të influencës të njeriu që ka biznesit, por gjithashtu produktit dhe si ti mund të marrësh një produkt, një ide, prej ide deri në produkt, deri në treg, dhe si ti mund të bësh partneritetet e ndryshme që ti kuptosh këto pjesë të biznesit në mënyrë që ti mund të ngrish biznesin. Cili është ai mesazhi që do kishe dashur që ta merr publiku nga ky libër? Shumica e njerëzve nuk i japin vetes liri të mrin atë nivel të suksesit që ti e kriju. Dhe mesazhi kryesor është, domethënë, ti kur i jep vetvetes, domethënë i te kalon frigat e ndryshme. Ti qartëson atë ide, qartëson produktun ose shërbimin që dëshiron të ngrish biznesin dhe i merr këto 12 hapa
ti mund korrish sukses jo vetëm në nivel lokal, po në nivel global. Dhe me shfrytëzimin e teknologjisë dhe inteligjencës artificiale, tash ne kena një treg të pakufishëm. Domethënë, shumica e njerëzve tashme e shohin epoka e teknologjisë është në një ndërtim aq të shpejt që ne jena shumë mbrapa çdo ditë në shpejtësi në të cilën inteligjenca artificiale është duke u ngritur. Domethënë kena mri në epokën ku inteligjenca artificiale e tejkalon inteligjencën njerëzore. Dhe mesazhi kryesor është përgatitur sot se shumica e njerëzve do humbin punët. Domethënë ka frikë dhe ka një pasiguri botërore, jo vetëm në trojet tona. Se çka të ndodhe me mua, për shembull, çdo person pyetje parë çka të ndodhe me mua. Pastaj vjen me familjen, me partnerat ose në punë ose dikën tjetër. Domethënë kjo është gjëja që libri do të përgjigjet për ty dhe të mirën masat sot. Po, në fakt si arriti që ky libër të bëhet 3 herë Amazon bestseller dhe të shfaqet në Times Square? Ishin 3 gjëja. Gjëja e parë është me thënë ti kur krijon një produkt, pa marrë parasysh të është libër, me një nevojë globale. Posaçërisht në epokën tonë që shohim ka shumica startupa dhe njerëzit në biznes që e dinë tash se bota në të cilën ne u rritëm, domethënë të shkollojna dhe të kena në karrierë, nuk është më këtu. Domethënë jena ne tash në një tranzion aq të madh që kena me miliona njerëz që dëshirojnë të krijojnë biznese. Kjo është gjëja numër 1. Domethënë sa u lançua dhe para se lançimit të biznesit, ne kishim mbi 100.000 njerëz kërkesë të tregojmë se kur të lëshohet libri. E dyti është domethënë kishim një marketing me gjithë libra tjera që kena pas, dhe libri prej disa platformave më të mëdha nga ana e librave si online book, BookBub e kapën librin momentin kur u publikua, dhe ata filluan ta marketojnë të gjithë sipërmarrësit dhe domethënë biznesat dhe leadershipit. E treta domethënë kam klienta në shumë kompani të ndryshme dhe kam klienta që i kam ndihmuar të shkojnë prej një ide të një biznes global. Dhe ata kanë networkën dhe rrjetën e vete. Dhe domethënë çka shkruajnë në libër, për çdo ta 3 hapa çdo njeri ka përfituar. Dhe shumica e njerëzve na lëshuan mbi 20.000 emaila, secili prej hapave të 12 të këtij libri u ka ndihmuar më së tepërmi. Dhe për 9 muaj fitoi mbi 5.000 çmime globale. Dhe ajo erdhi deri marketingu në Times Square, të zgjidhet libri jo një herë, po tash edhe 2 herë, 3-ja, tash në prill do të jem në New York për këtë sens, se libri gjithashtu marri çmimin e nderuar të leadershipit dhe sipërmarrësjes dhe biznesit të New Yorkut. Po gjithashtu është një konferencë gjithë autorëve botëror që mbahet në New York dhe aty më japin çmimin edhe një falënderim, po gjithashtu do të jap një trajnim specialisht për autorët. Ju përgëzojmë shumë për gjithë punën tuaj të cilën e bëni. Megjithatë, në libër flitet edhe për sistemin e rritjes së pandalshme. Si funksionon në fakt ky sistem dhe pse është kaq efektiv? Sistemi i rritjes së pandalshme është këta 12 hapa. Dhe ato si funksionojnë si shkallë, domethënë çdo shkallë i ndihmon shkallës tjetër. Ne nëse për shembull hecim shkallëve dhe dëshirojmë të shkojmë ke shkalla 5, normal nuk mund të shkojmë atje. Ne mund të shkojmë ke para, ke dyta dhe nëse kena kam të gjata deri te shkalla e 3. Domethënë hapi i parë aty është qartësohet filozofia e personale dhe filozofia e biznesit. Shumica e njerëzve kur janë në biznes, ata e bëjnë punën për s'kan asnjë fal filozofie të qartë. Dhe ti kur një ke një filozofi të qartë, është sikur era e merr çdo gjë që është e lehtë. Po. Domethënë të çon në shumë drejtime. Dhe ka shumë domethënë benefit nëse ne e qartësojmë atë dhe ajo bëhet si një kompas i biznesit. E dyta, gjëja më
ma kryesore, por gjithashtu gjëra që krijon shumë probleme në për biznes, është nga ana e produktivitetit, është nga ana bllokimi i biznesit, është puna e liderave, është puna e negociatave, është puna e shitjes së produkteve, është me thonë kur nuk ke përputhje të vlerave autentike dhe si vlerat personale ata ndikojnë në biznes. Dhe si zakonisht, nëse sheh ti njerëz jashtë punëve të tyre dhe i takon ti në restoran ose në një bar, ata si zakonisht ankojnë gjithmonë për biznesin. Dhe kjo krijon një imazh shumë të negativ për biznesin, për shkak se konsumatorët e biznesit mund të jenë jetën vend. Do të thënë, nëse ti punëtoria jote nuk janë të frymzuar dhe nuk janë të përputhje me vlerat e biznesit, ti do kesh sabotazh brenda biznesit. Së pari jo fillon te leadershipi, së dyti fillon te çdo punëtor. Dhe hapi i tretë është me thënë qartësia se çfarë probleme ti zgjedh për njeriu që dëshiron të shërben, ose për organizatën, ose për shtetin, pa marrë parasysh se në cilën sferë të biznesit. Dhe pastaj ke 12 hapa tjera që ata së bashku bëjnë një hartë të qartë për ngritjen e shpejtë të biznesit, por gjithashtu me influencë dhe me ndërgjegje, me integritet dhe me një vizion pozitiv se çka dëshiron biznesi jot të krijone për vendin ku është biznesi, për shtetin ku është biznesi, por gjithashtu në botë. Po, megjithatë, cilët janë gabimet më të zakonshme që bëjnë ndoshta liderët, le të themi sipërmarrësit dhe profesionistët kur ato përpiqen që të rriten në karrierën e tyre? Si zakonisht ne bëjnë zjarfikës vetë. Dhe me thënë zjarfikës në mënyrë nëse ne ndizet një zjarë në shtëpinë tonë, ne dëshirojmë ta ndalim zjarrin vetë. E jo se zjarri është shumë më i madh se ne dhe shumë më i madh që ujin që e kena në shërbim. E njëjta gjë e shohim këtë në çdo biznes, dhe me thënë njeriu lideri në biznes dëshiron të bëhet zjarfikës. Dhe me thënë, prandaj biznesat më të qëndrueshëm dhe biznesat që rriten shumë shpejt, ata gjithmonë i kanë ekspertat si unë afër tyje dhe afër vetes dhe ne krijojmë qartësinë para se më ndodh diçka. Dhe me thënë, ne marrim gjithë masat që më vinë deri te problemi. Dhe e dyta është se liderat bëhen reaktiv. Dhe me thënë, kur jetë reaktiv, ti gjithmonë do të mbetesh zjarfikës. E treta është shumica atyre punojnë në biznes, jo mbi biznes. Do me thënë, nëse ti krijon një vizion tjetër dhe kjeti njerëz që ju beson në biznes, ti tash mund të krijosh një vizion shumë më qartë se kush je ti si lider në biznes. Dhe një gjë tjetër që e shoh si problematik çdo kund, është ajo që thash më parë, do me thënë, nëse lideri i biznesit nuk e ngrin veten në njëjtin nivel që dëshiron biznesi të jetë, ajo kurdo do të tregone, dhe më thënë ata gjëja që e shkatrojnë edhe biznesin, edhe punëtorin, edhe moralin, edhe frymëzimin. Po, megjithatë, si arrini që ta kombinoni neuroshkencën, psikologjinë dhe teknologjinë për të transformuar performancën e klientëve tuaj? Mund të rikthehen në vitin 1998. Dhe me thënë, kur e kryera magjistrimin prej një ndër fakultetet më të famshëm në Angli, po gjithashtu tash u zgjodh fakulteti i tretë evropian, University College London. Aty studiova edhe inxhinierin, elektronikën, po gjithashtu edhe sjelljen njerëzore dhe sjelljen e organizatave. Dhe me thënë, bëna 2 fakultete dhe të dyja më kanë ndihmuar të krijoj atë suksesin që e bëna në botën e teknologjisë. Tash, gjatë asaj rrugtimi, unë nuk u ndala veç me teknologjinë. Investova përstepërmi në neuroshkencë, dhe me thënë në kurse të ndryshme me diplomat të ndryshme të trajnimeve, të coaching, të neuroshkencës, të biologjisë dhe kuptimin se si, dhe me thënë, nga njëna anë, neve neuroshkenca mua më tregon se si trupi i njeriut shfaqet në stres. Dhe me thënë, ti e kena në një fjalë popullore, dhe si jep njeriu të fuqi, e tregon se kush është. Ose nëse jep para, ose vendohen në një pozitë shumë të rëndë të shqyqoja është lider. Apo bën panik dhe bën shumë gjë të mërshme. Edhe kjo është një gjë që dhe me thënë më dha një frymëzim shumë të madh që të bëj një integrim të gjitha gjërave që kam mësuar, kualifikuar
Dhe gjatë 17 viteve duke trajnua dhe duke ngritur bizneset përmes teknologjisë dhe duke kryua ekipe në tam botën që punojnë së bashku për biznesin dhe shfrytëzimin e teknologjisë që biznesit të ngritet, si inxhinier pa shumë probleme. Edhe unë gjithmonë e kam pasë në shpirt zgjedhja e problemet. Se edhe si mund të ne ta bëjmë diçka edhe më mirë. Dhe këto erdhën deri krijimi i metodave të ndryshme dhe në 2008 kur kriza financiare ndodhi, unë ishte e fundi që duheshte të dal nga roli i një rol të madh të informatikës që më duheshte 17 vjet të mbrin deri në atë nivel. Dhe ajo më dha prap edhe frikë, po gjithashtu frymëzim si të integroj gjithë to sende që të krijoj një biznes në nivel botror që 1 miliard njerëz të përfitojnë për rrugëtimin tim 20 vjeçar. Dhe çdo sfidë që të kalova, më erdhi me një mësim. Dhe çdo frikë që të kalova, erdhi me një mësim. Dhe këto filluan të bëhen hapa të qëndrueshëm që njeriu mund të morë çdo ditë dhe të krijojë një jetë, një sukses, një përmbushje shpirtore, mendore, në partneritet apo në botë në sukses. Po, të flasim pak edhe për punën tuaj me figura publike. Çfarë probleme është të sjellin zakonisht klientët le të themi të nivelit të lartë, si për shembull miliarder, CEO, politikan, artist dhe figura publike? Si zakonisht, figura publike në atë nivel të lartë, domethënë ata i kanë problemet unikate. Edhe një ndër problemet që vijnë, domethënë ata e krijojnë suksesin dhe fuqishmërinë jashtë vetes. Dhe gjithë identiteti i tyre lidhet me rolin e tyre. Dhe nëse ty ua tërheq këto sende, ata hupen me veten. Edhe nga ana tjetër kjo krijon një vetmi shumë të madhe. Krijon një pabesueshmëri të madhe. Do të thënë ti kush je si një lider tepër i madh dhe kujt mund t'i besojsh me gjëra që ti në vete i shef si dobësi, ose gjëra që ne gjykojmë veten, ose gjëra që neve na ndodhin, edhe për shkak të famës, për shkak të rolit që kena, për shkak të, domethënë, identitetit o influencës që kena, ata mund të rikthehen, domethënë, nënkth, stresi u bë më i tepër, ajo ndikon në shëndetin fizik, shëndetin emocional, por gjithashtu në marrëdhënie, gjithashtu me fëmijët e tyre, dhe si zakonisht lidhet te identiteti autentik nuk është në përputhje me fuqinë dhe suksesin që e kanë kriju. Megjithatë, cila është sfida më e madhe me cilët përballen njerëzit e suksesshëm ose njerëzit le të themi të nivelit të lartë siç e përmendëm pak më herët? Me çfarë sfidash këto përballen? Kur truri i jot, domethënë te ke punuar për së tepërmi dhe ke krijuar një sukses të lartë, gjithashtu ajo të jep friga shumë të larta. Një ndër frigave, domethënë ti nëse krijon një identitet si në Hollywood, si klientët e Hollywoodit. Domethënë ti ma nuk je njeri normal, si konsiderojmë ne çka është njeri normal. Domethënë nuk shkon te një qytet si një njeri normal pas një farë njerëz rreth vete. Domethënë ti kur shkon të flesh, mendon se dikush do të vinë në shtëpi dhe diçka të sulmone. Domethënë nëse ti e the një fjalë se me një reputacion botror, përgjithshmëria e fjalëve të tua ndikon përse tepërmi të çdo njeri. Dhe duhet të kesh një fjalor që është butës, që ka integritet dhe që ka dashuri ti kur flet me njeriu. Se shumica, domethënë, bëjnë një blokadë dhe krijojnë një masë të rreshme kur dalin nëpër kamerat e Hollywoodit ose kamerat si lider ose si politikan në botë. Po pyetja pastaj vin kush jam unë mbas maskës. Edhe këta janë gjërat që liderat e njerëzit e famshëm punojnë, por gjithashtu ata kanë vizione më të mëdha, domethënë kanë vizion, për shembull tash që u ktheva nga Dubai, ata kanë krijuar domethënë spitale private ku integrohet inteligjenca artificiale me mjekësi në nivel që se kam parë në botën perëndimore. Megjithatë që jeni ekspert i sjelljes edhe i leadershipit, a mund të na thoni ndonjë formulë të përbashkët që i çon njerëzit në majë të suksesit dhe në anën tjetër po një ta formulë ndoshta që i rrëzon nga ky sukses, le të themi? Absolutisht. Domethënë një formulë e përbashkët që shohim të gjithë klientët në botë, ata gjithmonë investojnë te vetja.
Dhe me thonë, ata nuk ndalen të investimi, dhe ata si zakonisht shkojnë të ekspertat më të mirë edhe t'i kenë afër tyre. Për shkak se vendimarrja në atë nivel të kushton për së tepërmi. Kostoja është tepër e madhe. Dhe klientët e mi e din këtë send. Ata nuk presin të vinë deri te situata ku kostoja është shumë e madhe, financiale ose vendimmarrje. Për shembull, kam pas klienta që domethënë nuk ndëgjuan dhe investuan në vende siç Dubai. Tash me problemet e Dubai, ata humbën me miliona humbën. Edhe tash më thojnë të kisha ndëgju. Domethënë, kur keti sukses, çdo vendim duhet të matet. Dhe si zakonisht, nëse mendja është në kaos, ti nuk do të kesh mënyrë objektive të bësh vendime afatgjate. Ti do të bësh vendime të shkurta, që ndoshta është për imazhin, ndoshta është për kamerën, ndoshta është për, domethënë, influencën që ke, ose në shoqëri që ke. Domethënë, ato vinë për këto gjëja që të kenë qartësi se çdo vendim, çdo vlerë që kanë, çdo vepër që bëjnë, bëhet me plan program, me strategji dhe me vizion. Dua të ndalemi pak edhe në karrierën tuaj, në biografinë tuaj, për të folur për historitë juaja personale, si emocionale, ashtu edhe ato inspiruese. Si ka ndikuar, le të themi, fëmijëria juaj, luftra, emigrimi në formimin tuaj edhe si ekspert? Është kur shoh, kur kthehem në Trojet Tona, kam një mall tepër të madh. Prandaj vi në Trojet Tona posaçërisht në bashkëpunim me mediat tona shqiptare dhe jam tepër mirënjohës për këtë sen. Pse? Për shkak se si shqiptar, gjithne kena një detyrë për popullin tonë. Domethënë të bëjmë vlerën që e krijon popullin tonë. Unë rrita me një familje që kishte edhe prona bujqësore, por gjithashtu edhe restorante. Domethënë gjithë familja në Bosnë, në Kroaci, në Serbi, në Kosovë, dhe prej së vogli shprehja e punës prindërit neve na dhanë. Domethënë ata vlerat e punës, ne gjithmonë çdo njeri, posaçërisht në kohën që u rrita unë, ne gjithë kontribuonin me punë në punët në shtëpi. A ishte punë bujqësore, kthehesha, veshesha, shkosha në shkollë. Domethënë kisha edhe shkollën, por gjithashtu edhe punët në shtëpi. Dhe gjatë pushimeve, ne nuk kishim pushime si shkojnë sot. Unë s'kom pas pushim deri në moshën 28 vjeçar. Domethënë, masi e krova magjistrimin, masi kryera krejt detyrat, ishte pushimi i parë jam. Pushimet tona ishin të shkojmë në Bosnë, në Zenicë dhe të punojmë të restoranit, që t'i lirojmë prindët që ata të kthejnë në Maqedoni, t'i bëjnë rende që bëhen këtu. Domethënë, a ka vdek dikush, a ka bë darsën dikush, a është lind dikush, a smund dikush, dhe çka duhet bëhen gjërat në shtëpi. Domethënë, u litra me shumë punë, me vlera, me dashuri familjare, por gjithashtu edhe me trauma të ndryshme për çështjet e ndryshme emocionale, por gjithashtu rritjen e kukin atje në atë kohë, por gjithashtu mos mundësia ne si shqiptar në Maqedoni. Domethënë, këto sende, edhe pse ishin traumatike, më dha një vizion dhe gjithashtu një mirëkuptim të mbrenshëm se nuk e pranojsha padrejtësinë. E kam padrejtësi sefte të nana, të baba, të motrat, të vllau, dhe gjithashtu në rrethin tonë. Dhe si vogël e kom pas këtë gjë në shpirt të pyesi pse është kjo. Domethënë, mos e pranoj një gjë që nuk është e drejtë. Jo vetëm e drejtë, por nuk është e mirë. Nuk është diçka që neve na bën njerëz më të mirë, që neve na bën një popull më të mirë, që neve na bën një vëlla më të mirë, një motër më të mirë, një prind më të mirë. Dhe e kam pasë në zemër edhe u rrita me një frym spirituale që pa marrë pasysh sfidat prindët që i kishin, ata i kishin domethënë ceremonijat e veta shpirtërore që ta menaxhojnë egon negative të vetes. Dhe gjithë këto domethënë probleme familjare që ndodhin te shqiptarët si kultura jonë. Po, në fakt cili ka qenë momenti më i vështirë në jetën tënde dhe si atë e ke rikthyer në forcë? Kam pas përstepërmi momente të vështira. Por vështirësia më e madhe erdhi kur isha në fakultetin e elektroteknikës në Zagreb, pasi e kryeva shkollën në Korçakin në Shkup,
dojsha të bëri majët e suksesit dhe u pranova në listën numër 1 të tabeles në atë kohë, në një fakultet që ishte me reputacion evropian dhe botror. Dhe sa e kryva vitin e parë, lufta civile nisi. Dhe me thënë, më murën në ushtrin ish Jugoslave. Dhe kur lufta nisi në Sloveni, dhe me thënë, unë i tregova prindërve të mirë, posaçërisht babait, se kishim prona të ndryshme, i thosha, kjo do të zmadhohet në Jugosllavi. Baba e kishte atë një mendim se komunizmi nuk shkatërrohet asnjëherë. Domethënë ishte i komunisti i sinqert, se nuk do të bëhet luftë, se në Bosnjë janë këtë njerëzit as të përzim, asnjë nuk do ndodhe. Pastaj kur nisi lufta në Kroaci, pash të merre që çdo njeri të jep trauma jetësore. Po, sigurisht. Dhe jeta ime u shpëtua dhe mbërita deri te rrugët e Londrës. Dhe në atë kohë në Londër, gjithashtu e kishim problemin e IRA, do të thënë bombardimet e Irskës, do të thënë organizatës terroriste në atë kohë që quheshte. Dhe mbaj mend isha duke shku në punë, se masi i tekalova, do të thënë duke jetuar rrugëve, gjeta 3-4 punë veç të filloj të menaxhoj veten dhe të kem një vend ku mund të strehohem. Dhe e mbaj mend në Hammersmith kur plasi bomba. Edhe në atë moment ishte një milic afër meje. Dhe hybi mbi meje, edhe në atë moment unë u ktheva në Kroaci dhe në Bosnjë. Dhe më pruni nuk e disha cili realitet është, a jam pap ku ktheva ose jam Londër. Veç kur polici më tha, a je okej? Atëherë u çmenda thash, okej, hika për një luftë era në luftë tjetër. Dhe ti të rigjesh veten në një vend që s'ke prind, s'ke familje, s'ke shoqëri, gjuhën se disha mirë, letrat si kisha, domethënë ishte një kohë e jetës time, aq e turbullt, aq e paqartë, aq e frikshme që gjithashtu kur njerëzit më lishin libra, e mbajsha fjalorin që e mora prej Kroacie, fjalorin kroatisht në anglisht me vete, që ta mësoj gjuhën sa isha i pastrehet. Po, megjithatë, përmendëm momentin më të vështirë, por a ka pasur ndonjë moment kur ke dashur të dorëzohesh dhe çfarë ju ka mbajtur në këmbë? Po, dhe me thënë disa sede që më ka ndodhur është nga ana e identitetit, se kush jam unë si një njeri. Dhe me gjithë presionet e ndryshme që i kisha, unë do me thënë erdhi një moment që edhe mendojsha për vetvrasje. Dhe do me thënë kur kjeti aq shumë njerëz që varen prej tyje, po gjithashtu kërkojnë shumë prej tyje, dhe ne u rritëm me një kulturë të shërbimit, do me thënë ne gjithmonë u shërbejmë njerëz të tjerë. Dhe nuk u rritëm të di për veten ose të nderoj veten. Dhe kjo krijoi një krizë tepër të madhe të identitetit tim dhe hapi fundit për mua është mos i lëndoj të tjerë ta lëndoj veten. Dhe kjo është një gjë që më zgjoi dhe kisha një eksperiencë profetike zotërore të Zotit që unë ndërlidh diçka dhe shkruaj në librin #loneliness, #vetmia për këtë eksperiencë. Dhe ai zë hymnor më riktheu të filloj rrugëtimin e dashurisë së vetës. Dhe t'i heqi zërat me të cilat u rrita. T'i heqi traumat, t'i heqi, domethënë, pritshmëritë e çdo njeriut, t'i heqi vlerat imponuese të çdo njeriut, të rikthehem në identitetin tim autentik dhe të filloj rrugëtimin e të dashurit të vetën dhe të kenë një mendim, një vizion të qartë jetës time. Nga gostivari në skenat botërore, si ndërtohet potenciali jashtëzakonshëm njerëzor sipas jush? Ka disa hapa, domethënë, që mund njeriu t'i bënë çdo ditë. Unë gjithmonë së pari e kam pas dëshirë të zemrës shkollimin. Domethënë, shkollimi jem veç unë dalë në procesin e luftës dhe vitin e parë ku isha i pastrehe dhe duke marrë punë të ndryshme derisa u stabilizova me punë. Pastaj unë prapë investova në shkollim. Domethënë, shkollimi dhe edukata dhe një diplom universiteti ta hap derën, por nuk ta hap suksesin.
Dhe e gjëra tjetra, domethënë gjithmonë kam menduar se si mund t'i shndroj gjithë këto lëndime, gjithë këto sfida në një shërbim për shumë njerëz. Domethënë, nëse ti dëshiron të rish në majat e suksesit, duhet të kryesh një gjë aq unikate, aq autentike që shumë njerëz të përfitojnë prej atë që ke. Pastaj gjithmonë kam pas një fokus dhe kam pas një plan program jetësor. Domethënë, shumica e njerëzve jetojnë jetën pas një farë plan programi apo strategji apo një vizion të qartë se çka dëshirojnë për jetës tënde në kohë shkurt, domethënë kohë shkurt për mua është 1 vit. 3 vjet, 5 vjet, 10 vjet, pastaj fillojmë 20 vjet. Në kohën e sotshme, me teknologjinë tash që rritet me inteligjencën artificiale dhe gjithë zbulimet për kush jena ne si njerëz, domethënë e kam thënë edhe në televiziat amerikane dhe të anglisë, që jeta jonë do të shtohet mas paku 150 vjet, 170 vjet. Dhe tash klientëve para shikoj dhe se çka do të ndodhe për ato. Dhe parashtroj pyetjen. Okej, deri tash ne kena pas jetën, mendojmë se do të jetojmë 75, 85, 95 mas tepërmi. Domethënë ka 1% popullatës në botë jetojnë mbi 100 vjet. Dhe çka ndodhet me ty nëse tash këtë që kena pas, domethënë deri tash ne shkojmë në penzion në moshën 65, 67 vjeçare, tash do të jesh 150 vjet. Dhe jetojsh. Domethënë, kush je ti, çfarë identiteti tash duhet kryesh, çfarë pune duhet kryesh, çfarë besime duhet kryesh, çfarë vizioni duhet kryesh nëse jeta jote tash do të vazhdojnë. Shumë 100% klientave s'kan qartësi për këtë send. Edhe kjo është një frikë e madhe për shumë njerëz në botë. Domethënë, njeriu që është sot i shëndetshëm dhe mban shëndetin për deri 2035. 2035 dhe të kena shumë teknologji të reja në medicinë dhe çdo sferë të jetës që neve na ndryshon gjithë realiteti që kena ditë çka janë në realitet. Domethënë, kur ti gjithmonë i jep vetes çdo ditë mësim dhe lexon për së tepërmi. Leximi është numër 1 në këtë. Se unë nuk jam dalë pa lexu edhe në kohën e sotme. Po gjithashtu nuk ndalem pa investu të vetja, i kam trajnerat më të famshëm, 2 trajnerë që kam punuar me mi mbi 10 vjetash. Domethënë, kur i bashkon gjithë këta sende, këta bëjnë një recept i suksesit që e dallon njeriu që nuk investon në vete dhe që nuk ka qartësi se kush është ai njeri. Nëse ti nuk ke qartësi me veten, nuk mund të kesh qartësi me botën ose me njeriu që shërben. Mirë po, përmendë pak më herët mediat amerikane dhe jo vetëm. Çfarë do të thotë për ty të jesh fitues i mbi 15 çmimeve ndërkombëtare dhe njëkohësisht i intervistuar nga mbi 1000 media botërore? Është një sefte një faleminderim dhe është edhe një përgjegjësi tepër e madhe. Së pari, domethënë, puna dhe suksesi i librit dhe njerëzit që e lexojnë librin, posaçërisht edhe klienta që i kam dhe kena një listë 3 muajshe që presin njerëzit të punojnë privat me mua. Ata kanë kuptuar, domethënë, se sa është e rëndësishme këto çdo hap që ti të rritesh në çdo hap dhe të kesh një integritet kur je në biznes. Dhe kur jeti, domethënë, i merr gjithë këto shpërblime, për mua është më tepër, domethënë, një jo veç faleminderim, jo veç përgjegjësi, por gjithashtu është një besim i fortë se rrugën që kam bërë deri tash, çdo gjë që kam sakrifikuar, tash fillon të ketë një efekt global. Dhe si shqiptar, gjithashtu është një gjë një pasuri kombëtare, për shkak se libri do të jetë në Times Square. Domethënë, jem si shqiptari i parë si autor në Times Square në qendrën botërore. Është një, domethënë, kënaqësi kombëtare. Se deri tash ne e shohim shumica e njerëzve në përbot ka një imazh negativ të shqiptarëve. E kena pa në vitet e fundit, domethënë me politika që janë ekstreme se si na shiqojnë si shqiptar në Angli. Po gjithashtu e njëjta gjë është në vende tjera, trojet ku jetojnë shqiptarët. E për mua kombi jonë është gjithmonë komb që po kena probleme, por ne jena punëtor. Dhe kur jeti
japin këto çmime, këta çmime gjithashtu janë çmimet e kombit ton. Dhe është një gjë që prindët e mi ma kanë dhënë prej zvogli, domethënë si të ngrihet dia, dhe gjithashtu edukimi i femrës, për shkak se femra është domethënë thelbi në familje, por gjithashtu edukimi i babës, se pa mos ke edukimin, ngritjen e dijes të dy gjinive, domethënë ne nuk do të kena një botë më të mirë për pasardhësit tonë. Megjithatë, si e ke përdorur punën tënde për të ndikuar në leadership, në shëndet, në shëndetin mendor dhe në zhvillimin e shoqërisë? Shumica e klientëve në përballë, domethënë alarmi i fundit kur ata investojnë shumë të mëdha të punojnë me mua, është sefte shëndeti i tyre mendor. Pse? Për shkak se ajo ndikon çdo sferën e jetës të tyre. Ndikon në karrierë, ndikon në mënyrën që e bën leadershipin, ndikon në mënyrën që perceptimi i kompanisë ndaj liderit. A kanë ata nder, ose punojnë aty prej frikës, ose punojnë për para. Ndikon marrëdhëniet personale, ndikon ke identiteti i tyre, ke seksualiteti i tyre, ndikon ke sjellja e tyre njerëzore. Domethënë ata e dinë këtë sen që është tepër vlerësuese për veten. Dhe kjo është gjëja që shumica e njerëzve fillon tash atë rrugëtimin e vetës dhe investimin të vetja. Se këto sende, domethënë, ta ndryshojnë jetën. Ta ndryshojnë qëllimin jetësor, ta ndryshojnë sjelljen, ta ndryshojnë veprën, edhe ta ndryshojnë qëndrimin që ke ti kur je në punë, ose kur je në media, ose kur je në shoqëri, ose kur shkon bën një negociat për një kontrakt shumë të madhe. Megjithatë, cili ka qenë projekti yt global më i rëndësishëm për vitin 2025-2026? Projekti i parë ishte kur e lëshuam librin, domethënë libri Crying Greater Heights është një projekt në vete. Projekti i dytë, domethënë, kam punuar me lidera dhe me bizneset mëdha, posaçërisht në shëndetësi dhe në për vende të ndryshme siç isha në Dubai, ku domethënë i bi ekspertizën time nga ana inteligjencës artificiale, teknologjisë, por gjithashtu leadershipit, psikologjisë së biznesit dhe sjelljes së biznesit. Dhe ajo isha në panelistën e samitit të shëndetësisë të botror. Dhe me këtë gjithashtu i bora edhe klientët e mi që bëshim trajnim in Climb Greater Heights, se kam trajnim special që është ekskluziv sipas shtyllave të librit. Dhe ti kur je me njerëzit më të përkushtuar për një vizion shumë më të madh, dhe ti kur je ke mundësinë të japish një ekspertizë se si mund ne ta ndryshojmë botën në mënyrë pozitive, duke shfrytzuar një mjet që është tepër më i shpejt, më tepër informata mund të t'jape, dhe ka më tepër mënyra në të cilat mund të shërbene, posaçërisht në një gjë që gjithë ne në botë të kena, domethënë, një benefit, domethënë shëndetësia. Dhe ti kur je në pjesë që bën një vizion për shëndetësinë në një botë të madhe, është një kënaqësi shpirtërore. Po nga ana tjetër, gjithashtu projektet e ndryshme që kam bërë, domethënë fillojmë tash e bëjmë projektin që tonit bëhet AI. Domethënë ajo është një gjë që është tepër duke u zhvilluar shumë shpejt, gjithë metodologjiat e mia të jenë aplikacion dhe në AI që njeriu mund t'i shfrytëzone posaçërisht për probleme të ndryshme, por do jenë të përcaktuara për problemet. Për shembull, nëse ti dëshiron të bësh lider i mirë, të ketë specialisht një AI. Projekti i tretë, domethënë shumica e pronarëve dhe bizneseve tashmë punojnë privatisht të krijojnë një strategji të qartë për implementimin e AIs dhe implementimin e punëtorisë së AIs në biznesin e tyre, dhe si mund ata të maksimizojnë investimin te AI-ja. Se nëse ti si AI-ja, domethënë për njeriu që ka mendjen e lartë, ajo e zmadhon atë sen. Por për njeriu që ka probleme, edhe ajo do ta zmadhon edhe problemin. Domethënë do të bëne njëri edhe më të keq, edhe nga ana tjetër njeriu që ka qëndrueshmëri, që ka dinjitet, që ka domethënë një qëllim më të madh dhe e din mënyrën në të cilën ti mund të programosh AI, ajo do të japë shumë shpejtësi
sa shpejt ti mund të ngrihesh biznesin, suksesin dhe gjërat që dëshiron ti kryesh në jetë. Në fakt, përmetet AI-n, a mund të ndryshojë inteligjenca artificiale mënyrën se si ne mendojmë, veprojmë, udhëhiqemi, dhe njëkohësisht a mund të ndryshojë edhe identitetin ton? Po. Do të thënë ne shohim këtë sen, certe fillum ta shohim këtë sen prej vitit 2000. Do të thënë se si teknologjia filloi të drejtonte sjelljen njerëzore. Pastaj fillum ta shohim këtë me aplikacionet e ndryshme që duan. Pastaj fillum se si teknologjia rriteshte, do të thënë sjellja njerëzore, sjellja e njeriut ndryshoi. Ne shohim shumica e njerëzve janë të lidhur me teknologjinë, por kanë vetmi të madhe. Dhe nga ana tjetër, kena pas raste, posaçërisht tash në rastet e fundit që edhe AI-ja, do të thënë njeriu shfrytëzoi AI-ja të bënë vetvrasje. Do të thënë kena gjërat që patjetër ne duhet të jena të vetëdijshëm mënyrën në të cilën ne zhvillojmë teknologjinë dhe si ajo teknologjia do të ndryshone çdo aspekt të jetës tonë. Se tash për shembull, shumica e njerëzve flen me telefonin në domën e fletjes. Do të thënë rreziku i parë është, do të thënë, rrezatimi i telefonit në tru. Dhe shumica e njerëzve nuk e marrin këtë parasysh. E dyta është, do të thënë, kanë problem me fjetjen. Do të thënë nuk ata, unë jetoj me maksimum 5 orë gjys gjumë të plot. Shumica e njerëzve nuk e kanë këtë sen. Do të thënë gjumin e kanë të përshkatruar, edhe mendja punon shumë sendje. Dhe ti nëse jenë në për aplikacione ndryshme dhe kalon 5 orë, 6 orë që janë tash statistika se çdo i ri minimum në ditë i kanë 5 orë në aplikacion. Dhe ajo do të thonë ta ndryshon mënyrën në të mendon. Ajo nuk do të thonë të ta ndryshon për të mirë. Dhe duhet të jem tepër të vetëdijshëm nëse ti e përdor një teknologji apo aplikacion apo inteligjencë artificiale, pyetja kryesore që çdo njeri duhet ta parashtrone, a ma bën më të mençur, a ma bën më budall. Dhe për fund cili ishte mesazhi juaj për të gjithë publikun? Keni 3 vite të ndryshoni jetën. Dhe merrni masa sot, masa shumë të shpejta, se si mund të krijoni urën të jetës që kena pas dhe të jetës tash që neve na është e krijuar në jetë ku robotika dhe inteligjenca artificiale mund të bën çdo punë që ti mund të bën. Për shembull në Kinë edhe autostrada bëhet gjithë me inteligjencën artificiale, pas një farë njeriu. Shumica e spitaleve edhe mjekëve tash i kanë robotik ose inteligjencën artificiale. Ne jemi në epokë ku inteligjenca artificiale dhe robotika së bashku krijojnë edhe mundësi, por edhe njerëzik shumë të madh të njerëzimit. Dhe këtë kam thënë edhe në fjalimin Technological Armageddon, që shikuesit mund ta shohin online ose në TED platform ose në TEDx platform, ku parashikova para 9 vjetëve se çka do ndodhe nëse teknologjia që e pash para 9 vjetëve dhe teknologjia që e pash ke disa klienta që janë klienta që punojnë në shtet, në vende sekrete, nëse ajo zhvillohet dhe lirohet në popullsinë e madhe. Çka do ndodhe me popullsinë tonë? Çka do ndodhe? Do të thonë, çka do ndodhe me papunësinë, për shembull. Njeriu ai ka mjetët dhe edukatën që mund të ata krijojnë, se mundësia dhe krijojnë shumë mundësia e AI-ja. Po ai jeti i përgatitur. Domethënë filloni të përgatiteni dhe gjeni një vizion unikat për ty se si ti mund të integrohesh në botë ku AI-ja dhe robotika mendojnë më shpejt se ty dhe bëjnë punën më lehtë se ty. Unë ju falenderoj shumë që sot na nderuat me pjesëmarrjen tuaj në emisionin tonë, duke ju uruar shumë suksese, ju mirpresim sërish në emisionet e radhës. Faleminderit shumë. Të nderuar shikues, dhe juve ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Ne bashkë do të shihemi sërish nesër. Deri atëherë, mirupafshim.